Prej këtij tetori në qytetin bregdetar të Vlorës ka nisur puna për përgatitjet e sezonit të ardhshëm veror. Përqendrimi i këtë tetor është në ndarjen e hapësirës publike, e cila do të shfrytëzohet përgjatë sezonit nga subjekte private për plazh dhe sigurisht përfitime monetare. Bashkia e Vlorës, nëpërmjet një njoftimi në faqen zyrtare në Facebook, ka bërë me dije se ka filluar faza e përpunimit të artave të plazheve për sezonin turistik veror 2026. Kjo gjë do të bëhet pasi ndarja e hapësirës publike për plazh, se kujt i takon kjo e fundit, menaxhimi i sistemit të ndarjes ka qenë gjithmonë themra e akilit në qytetin bregdetar, pasi janë konstatuar 10 hapësira publike në qytet, të cilat një sezon veror i ka patur një administrator biznesi dhe sezonin e ardhshëm e drejta e shfrytëzimit të tyre ishte dhënë një tjetër pronari. Kjo gjë sigurisht më pas ka nxitur konflikte, të cilat kanë përfunduar deri në dhunë fizike, madje me disa të lënduar, të cilët kanë përfunduar në spital, por fatmirësisht pa viktima. Për këtë arsye, Bashkia e Vlorës ka nisur përgatitjet prej këtij tetori, ku i bën thirrje bizneseve që shprehin interes për shfrytëzimin e një stacioni plazhi të nisin aplikimet. Madje në njoftimin zyrtar thuhet se duhet të shkojnë në ambientet e bashkisë me dokumentacionet përkatëse. Të gjithë ata të cilët pretendojnë se pronat e tyre preken nga këto stacione plazhi duhet të paraqiten gjithashtu pranë ambienteve të bashkisë, duke argumentuar këto pretendime dhe me dokumentacione dhe duke i zyrtarizuar me shkrim. Të gjithë administratorët e subjekteve private duhet të kenë dokumentacione si kartela, por edhe fragmentet e artave të rifreskuara, të cilat duhet të jenë jo më të vjetra se 3 muaj, por edhe certifikatat përkatëse të pronësisë, të cilën ata pretendojnë se posedojnë në pronësi, apo duan ta shfrytëzojnë në vimësi dhe për plazh. Vlen të theksohet se për të gjitha hapësirat publike të plazhit, që do të kenë pretendime dypalëshe me ekspertë në terren që do të kryejnë matjet, por edhe pas verifikimeve të dokumentacioneve do të gjendet një zgjidhje. Kjo hapësirë do t'i lihet palës e cila posedon me dokumentacione të rregullta, apo edhe mund të shfrytëzohet nga të dyja palët e interesuara në mënyrë të barabartë. Ndërkohë, funksionimi i Bregdetit të Vlorës për sezonin e ardhshëm veror vazhdon të mbetet i paqartë, për shkak se nuk dihet ende se si do të funksionojë dhe menaxhohet ndarja e hapësirës publike. Edhe një herë tjetër, kryeministri Rama këtë shtator deklaroi, ashtu siç vitin e kaluar, se hapësira publike do të jetë në favor të qytetarëve dhe plazhet do t'i shfrytëzojnë vetëm hotelet, por nuk dihet nëse kjo gjë e titulluar si reforma e famshme në turizëm këtë sezon të ardhshëm veror do të funksionojë ose jo, apo Bregdeti si zakonisht do të zaptohet nga bizneset private.